Publicisti Lis Bukuroca ka ironizuar me kryetarin dhe kandidatin për kryeministër nga AK-ja Ramush Haradinaj. Ai ka dhënë disa arsye pse duhet votuar Haradinaj, gjersa shton se ai duhet votuar sepse mundësia për të bërë ministër është më e madhe se sa të fitosh në lotari. Pra, pse duhet votuar Haradinaj? Sepse mundësia për të bërë ministër është më e madhe se sa të fitosh një lotari. Për të bërë zëvendës ministër, mundësia rritet gati 4 herë, ndërsa për të bërë këshilltar i tij rritet 10 fish në krahasim me shanset ministrore. Ata e zhdukin korrupsionin, e sosin krejt. Udhëtimet, çantat Louis Vuitton, skijimet, deti, vilat, dreka e darka rriten për 1000%. Lezet qeveri ecë mos e voto, shkruan Bukuroca. Në vim, shkrimi i tij plot. Pse duhet votuar Haradinaj? Qeveria e Ramush Haradinajt, 9 shtator 2017, 3 shkurt 2020, pati 21 ministra, 80 zëvendës ministra, 206 këshilltar, prej tyre kryeministri 35 këshilltar, 5 zëvendës kryeministra, 45 këshilltar, 21 ministra, 126 këshilltar, rezultatet 206 këshilltar gjithsej. Një shkollë me 9 klasë, çdo njëra me mbi 20 nxënës. Pra, pse duhet votuar Haradinaj? Sepse mundësia për të bërë ministër është më e madhe se sa të fitosh në lotari. Për të bërë zëvendës ministër, mundësia rritet gati 4 herë, ndërsa për të bërë këshilltar i tij rritet 10 fish në krahasim me shanset ministrore. Ata e zhdukin korrupsionin, e sosin krejt, udhëtimet, çantat Louis Vuitton, skijimet, deti, vilat, drekat e darkat rriten për 1000%. Lezet qeveri, ecë mos e voto, ka shkruar ai ndër të tjera. Familja e Hakimerit ka shpërndar një mesazh të fortë në Facebook, duke kritikuar opozitën e vjetër të Kosovës dhe duke nxjerrë në pa dekadat e keq qeverisjes dhe abuzimit. Sipas familjes, politikanët e opozitës së vjetër janë të njëjtë, që kanë sunduar për dekada të zhytur në skandale dhe interesa të ngushta personale. Kjo opozitë nuk riparohet, nuk reflekton, nuk ndreshet dhe nuk rinovohet, shkruan familja. Në mesazhin e tyre, ata akuzojnë ishut heqësit për manipulim të qytetarëve dhe keq përdorim të shtetit. Drejtësia u mbajt peng për më shumë se 20 vjet. Krimet u lanë në harres, ndërsa hetimet u shtyn pafund. Politikanët e vjetër u pasuruan shpejt, dikur me uniforma, sot me kostume të shtrenjta dhe ora luksoze. Qytetarët u trajtuan si mjete për të rikthyer në pushtet, ndërsa mendimi i lirë shpallet armik. Familja gjithashtu kujton kontradiktat e ish opozitës. Sot flasim për atë dashuri si hajduti që ligjeron për moral, si kriminali që predikon drejtësi, thuhet ndër të tjera në mesazh. Në vim postimi i plot. Miq, opozita e vjetër e Kosovës nuk riparohet, nuk reflekton, nuk ndreshet, nuk rinovohet. Janë politikanë të njëjtë që kanë sunduar për dekada të zhytur në skandale, abuzime dhe keq qeverisje, kanë funksionuar si një sistem interesash kriminale të mbuluara me retorik, luftë dhe patriotizëm të rrem. Kjo opozitë nuk duhet mbështetur më, jo nga inati, por nga faktet që i njohim se kush janë dhe çfarë kanë bërë. Premtimet e tyre elektorale kanë qenë mashtrime ordinere, premtimet e tyre janë kafshime, përqafimet e tyre janë konsumuar dhe tejkaluar. Ata nuk kuptojnë se qytetari i sotëm është më i vetëdijshëm, më i emancipuar dhe nuk e han sapunin për djath. Nuk pranon më arrogancën e atyre që kanë parë shtetin si plaçk. Për më shumë se 20 vjet, drejtësia u mbajt peng, krimet u lanë në harres, hetimet u shtyn pafund, dosjet u mbuluan nga pluhuri ndërsa viktimat u shpallën luftë. Drejtësia u trajtua si armike, sepse një drejtësi funksionale do t'i nxirrte ata para ligjit. Nga njerëz të varfër brenda natës u bën milioner, dikur me uniforma, sot me kostume të shtrenjta e ora luksoze, u çarmatosën nga armat, por jo nga lakmia. Diplomat i morën pa lexuar as në libër. Për ta, shteti ishte thesar privat, buxheti ndahej si trashëgimi. Këtë e marr unë, këtë ti, kjo për fëmijët tanë. Qytetari u trajtua si mjet për të rikthyer në pushtet. Gjatë sundimit të tyre gazetarët u kërcënuan, u shantazhuan, disa u vranë, të tjerë u konvertuan në shërbim të tyre. Mendimi i lirë u shpall armik. Kush bënte pyetje, kush guxonte të kontestonte profilin e tyre quhej tradhtar. Sa ishin në pushtet, ata kishin terminale, kompani homologimesh, toka, hotele, kontrata pafund, shtetin e plaçkitnin barbarisht,
ndërsa qytetarët paguanin faturat e tyre. Sot, flasim për atë dhe dashuri, si hajduti që ligjëron për moral, si kriminali që predikon drejtësi, ata që i falën tokën malit të zi dhe themeluan gjykatën speciale, sot e mohojnë, bëjnë zhurmë kot, kërkojnë të fshihen pas gjurmës së të vërtetave. Andaj miq, kandidati për kryeministër Albin Kurti, doktor Fatos Geci dhe të tjerë e këtij koalicioni, deputetët e ardhshëm të Kuvendit të Kosovës, janë përfaqësuesit e ndryshimit thuhet ndër të tjera në këtë reagim të familjes